Përshëndetje miq. Në këtë video do ndaj mesazhe në lidhje me nëse ju e shikoni në këtë periudhë, do thotë që janë në lidhje me hënën e re. Por kurdo që ta shihni, këto janë mesazhe timeless, pra janë mesazhe të cilat kurdo që juve t'ju gjejnë, do thotë që ka një mesazh për ju. Dhe do të jetë ndarë në 3 grupime, si gjithnjë, nëse ju keni ndjekur videot tona, ku ju mund të zgjidhni njërin prej grupeve dhe do të mund të përdorni intuitën tuaj në këtë pjesë që të mund të gjeni mesazhin që do të rezonojë më shumë me ju. Dhe nëse ju nuk zgjidhni dot ndërmjet 3 grupeve, dëgjojeni të treja, sepse ndoshta kanë të treja mesazhe për ju, por ndoshta ju mund të filloni dhe të mendoni po, ndoshta për grupin 1 u ndjeva më shumë I ose e udhëzuar. Dhe kjo do të thotë që intuita foli për ju, po mësojeni ta dëgjoni. Dhe në fund, do të mund të bëni një pyetje, dhe ne do të mund t'i përgjigjemi kësaj pyetje me një përgjigje nga këto karta të vogla në numër dhe në madhësi, që janë vërtet shumë, rezonojnë vërtet shumë dhe sigurisht që janë edhe në lidhje me hënën dhe me intuitën tuaj, në lidhje me bufin. Atëherë të treja grupet ne I zgjodhëm. Nuk po I tregoj, por që ju mund të zgjidhni ndërmjet grupeve 1, 2 dhe 3. Uroj ta keni zgjedhur grupin tuaj dhe le të fillojmë me grupin 1. Në mos gaboj, ky ka ardhur si një mesazh ndoshta edhe më parë. Dhe po ta shikoni, janë gjithë këto karta dhe kjo ndoshta është thjesht një temë kolektive. Në lidhje me fluturën. Është vërtet një mesazh shumë I bukur. Më duket se ka ardhur në lidhje me hënën e plot si mesazh. Dhe është në anglisht, unë po e përkthej për ju. Thot, ndryshim shumë I thellë, transformim, rilindje, shpresë, guxim dhe guxim do shta që ju të mund të shkoni në një drejtim të ri dhe të keni një rrugë, të zgjidhni një rrugë të re. Dhe sigurisht është dhe numri 1 që na e tregon këtë si një shenjë që është një fillim I ri, është një rilindje për ju, është një fillim I ri në jetën tuaj. Dhe unë po e kështu që ju mund të shikoni fluturën, sepse mund të ketë lidhje për ju dhe ndoshta mund të ketë një mesazh për ju, sepse në lidhje me fluturën lidhet shumë edhe procesi I metamorfozës, që ne e dim që flutura nga larvë bëhet më pas një flutur dhe kalon nga një gjendje që është një larvë dhe mund të jetojë në një mjedis tjetër dhe me miq të tjerë, kalon në një lloj mjedisi që si fillim duhet të qëndroj vetëm, pra ju mund të jeni në një fazë që keni kaluar nga një shoqëri apo nga një pozicion që keni qenë dikur. Ju nuk keni rezonuar më me të, sepse keni zgjedhur këtë rrugën e re për të transformuar, për të bërë një vetë e re, për të rilindur këtë transformim të thellë dhe të fuqishëm. Dhe ju keni zgjedhur që të qëndroni vetëm, për të gjetur veten, për të kuptuar kush jeni në të vërtetë, për të kuptuar që ju keni qenë larg deri më tani, por tani ju po transformoheni në diçka tjetër dhe ju nuk e dini se çfarë. Pra nëse ju jeni në këtë fazë të transformimit tuaj, ju nuk e dini ndoshta se çfarë ju do të bëheni. Nuk e dini që ju do të mund të fluturoni, nuk e dini që ju do të bëheni flutur. Dhe ju thjesht e dini që po transformoheni. Dhe mund të duket shumë e vetmuar si proces, mund të jetë I vështirë, mund të jetë ju mund të shfaqen për ju frikërat më të errta, mund të shfaqen për ju emocione që ju duhet t'i rishikoni, t'i çlironi, ndoshta ju mund të filloni dhe të keni pikëllim për të kaluar në çelat pas. Dhe mund të duket sikur s'keni ndihmë në jetën tuaj. Por gjitha kjo është një iluzion, sepse kjo fazë po ndodh për më të mirën tuaj. Dhe shumë e vështirë ta besoni në moment, sepse si mund ta besojmë larva që do të bëhet një flutur. Por ju thjesht duhet të besoni, sepse edhe këtu thot, shpresë, që shpresa vdes së fundit, guxim, sepse për të ballafaquar frikrat tuaja më të errta, duhet guxim, dhe ju do të rilindni si kjo flutur që më pas do të kuptoj që ka krah për të fluturuar. Por e bukura është që flutura duhet që të kaloj vetë këtë proces metamorfoze. Sepse nëse dikush e ndihmon, flutura nuk do të mundet kur që t'i ketë krahët e forta për të fluturuar. Flutura duhet të dalë vetë nga kjo strofkulla e saj, që të mund të forcoj krahët e saj që të fluturojë. Dhe nëse dikush e ndihmon, dhe nëse ju do të kishit patur ndihmë që ju e kërkonit në këtë fazë, ju nuk do të kishit qenë të fortë mjaftueshëm për të fluturuar. Kështu që çdo që ndodh për një arsye dhe prandaj po them që është iluzion ideja që ndoshta ju gjërat nuk po shkojnë siç duhet për ju, sepse ndoshta gjërat janë është e thënë të shkojnë në këtë lloj mënyre për më të mirën tuaj.
në jetën tuaj, pra nëse ju duket sikur keni ngecur, nëse ju duket sikur jeni pa ndihmë, nëse ju duket sikur jeni në vend numero dhe sikur keni lënë të kaluar, ndoshta keni bërë gabim, po tani çfarë do të ndodhë në të ardhmen, pra thjesht qëndroni në të tashmen, thjesht lejoni transformimin të ndodh. Dhe thjesht besoni. Këto janë ato që mund të them për ju, sepse edhe në energjinë e hënës së re ishte pra kjo rritja e ngadalt. Por më pas gjithçka ndryshon dhe lëviz, kështu që thjesht durimi është Chelsea. Ishte mesazhet për grupin numër 1, më tregoni se sa rezonuan për ju dhe do të isha i lumtur të njihesha me gjithë opinionet tuaja në komente sa rezonoi grupi 1 me ju. Duke kaluar te grupi 2. Është vërtet një mesazh shumë i bukur. Mendimet tuaja janë ato që krijojnë realitetin tuaj dhe botën tuaj. Bota juaj e brendshme krijon botën tuaj të jashtme. Dhe po të shikoni, këto mund të jenë thjesht mendimet tuaja se si një mendim lidhet me një mendim tjetër dhe mund të formojnë grupe mendimesh në mendjen tuaj. Qofshin këto pozitive apo negative. Dhe ne kemi folur edhe për këtë që nëse ju keni më shumë mendime negative në mendjen tuaj, do të jetë një thes më i madh me to. Nëse keni 2-3 mendime pozitive, është një thes më i vogël. Por kaq është vendi mund ta mendoni në mendjen tuaj. Dhe nëse vazhdojnë të rriten mendimet negative, këto mendime pozitive duhet të dalin që të krijojnë vend. Çfarë mund të bëni? Mund të vizualizoni që po e zbrasni këtë thes me mendime negative dhe papritur ju keni gjithë këtë vend të lirë. Dhe tani ju të zgjidhni me vetëdije që të krijoni një thes me mendime pozitive. Dhe kjo edhe mënyra e vizualizimit vetë ju ndihmon shumë në këtë proces, por mund ta bëni edhe në thjesht në 3D ne kemi folur, mund të shkruani mendimet negative në letër. Ti vendosni në një kavanoz dhe thjesht i hidhni në kosh. Ndoshta ti dishni, bëni çfarë të doni në një mënyrë të sigurt. Dhe tani ju keni kaq shumë vend për mendime pozitive. Dhe mendoni, merrni një fletë të bardhë dhe thjesht shkruani në të gjithë këto mendime pozitive të reja që po hyjnë në mendjen tuaj. Mbusheni fletën e bardhë me çfarë do lloji mendimi pozitiv që ju doni, të bukur, me piktura ndoshta, me ngjyra, shkruani çdo mendime nga një ngjyrë të ndryshme. Sepse jam e bindur që në fillim i keni shkruar me një ngjyrë të gjitha. Dhe ideja është që pse po e themi gjithë këtë? Sepse jo vetëm që diktojnë mënyrën se si ju do të ndiheni, por siç e tham, bota juaj e brendshme krijon botën tuaj të jashtme. Dhe ajo që ju mendoni dhe ashtu si ju flisni për veten tuaj, do të diktoj personi që ju bëheni dhe realitetin tuaj të jashtëm. Nëse ju mendoni gjithkohës që njerëzit nuk më duan, njerëzit nuk i vlerësojnë aftësitë e mia, do të haseni në punë dhe kudo me njerëz që vërtet nuk i vlerësojnë aftësitë tuaja, vërtet nuk e shohin se sa inteligjent ju jeni apo se sa mirë ju e bëni punën tuaj. Dhe duket sikur ju gradualisht konfidenca juaj nga që është ulur dhe ju besoni këto të vërteta për veten tuaj, realiteti thjesht e projekton këtë për ju. Por nëse ju filloni të ndryshoni dhe të thoni, sot është një ditë e bukur, të gjithë besojnë tek aftësitë e mia. Dhe unë së pari besoj tek aftësitë e mia, tek talenti im, besoj që unë e bëj punën ashtu siç duhet me integritet dhe besoj që unë meritoj të vlerësohem dhe të shpërblehem për punën time, për punën që bëj, për aftësitë e mia e të tjerë. Këto do të fillojnë të reflektohen gradualisht në realitetin tuaj. Por ideja është ju mund të hiqni dorë, sepse ndoshta jo me një herë, nuk mund të ndodhë me një herë kjo gjë, sepse ka qenë gjithkohës me këto mendimet e tjera. Do pak kohë që të ndryshoj skripti, të ndryshoj realiteti juaj. Prandaj është e rëndësishme të keni durim dhe të mos hiqni dorë në këtë proces. Dhe më pas do të shikoni që gjërat do ndryshojnë dhe aty do të motivoheni, jam e bindur që të mund të shikoni se si mund të jeni më kreativ me këtë gjë. Dhe të mund të jeni më mendje hapur dhe duke qenë se besoni, filloni dhe ndryshoni dhe mënyrën si e shihni këtë si proces. Ky ishte mesazhi për ju, do doja të dija opinionin tuaj dhe po shoh tani numrin 48 që mund të ketë lidhje për ju, mund të jetë mosha juaj, mund të jetë një numër signifikant për ju ose qoftë numri 3 ose 12. Edhe 12 mund të ketë lidhje për ju, por edhe numri 3 mund të jetë ditëlindja juaj, qoftë edhe 12. Treshi lidhet shumë dhe me këtë energjinë e magnetizmit, pra që ne tërheqim me mendime, me emocione. Dhe ju mund të tërhiqni këto situata në jetën tuaj pa e kuptuar se çfarë mendimesh ju keni në ndërmend. Dhe kjo është një thritje thjesht për të reflektuar, qoftë edhe gjatë periudhës së kësaj hëne të re, se çfarë mendimesh ju keni në mendjen tuaj.
Ky ishte mesazhi për grupin numër 2. Do doja shumë të dija se sa rezonoi me ju dhe shumë faleminderit. Tani më le të kalojmë te grupi numër 3. Është një mesazh vërtet shumë i bukur. Numri 15 mund të ketë lidhje për ju, numri 6 po ashtu, mund të jetë ditëlindja juaj, mund të ketë thjesht një rezonancë për ju. Dhe këtu thot, të gjeni qëllimin tuaj të ekzistencës. Ju ndoshta jeni shumë punëtor, grupimi juaj mund të jetë vërtet shumë punëtor dhe ju besoni tek vlera, dhe ju besoni tek fakti që gjërat e mëdha krijohen në grup dhe në kolektiv, dhe me njerëz që vërtet kanë synime të mira dhe secili ndihmon njëri tjetrin për të naviguar dhe për të krijuar diçka magjike, siç është mjalti, shëruese magjike dhe diçka që ngelet në histori për më gjatë, pa gjërat e mëdha. Me dedikim dhe me këto lidhje të sinqerta. Dhe thjesht të jeni të udhëzuar nga natyra. Dhe kjo lidhet vërtet shumë me mesazhin e hënës së re. Ju këshilloj shumë që ta dëgjoni videon e hënës së re, sepse mund të ketë aty mesazhe për ju, që është postuar përpara kësaj, sepse aty ne folëm në lidhje me çështjen se si mund të jemi më të lidhur me natyrën. Dhe gjithashtu me usoll, domethënë, edhe fakti i lidhjeve të ndryshme, sa të sinqerta janë, por edhe fakti i reflektimit në lidhje me qëllimin tuaj të ekzistencës, dhe në lidhje me pasionet tuaja, dëshirat tuaja dhe çfarë ju jeni të udhëzuar të bëni. Dhe kjo është ideja që ju besoni që vërtet gjërat e mëdha krijohen me njerëz të mirë dhe në grupim. Pra nuk mund të bëhet diçka e madhe dhe e bukur vetëm. Sigurisht që mundet. Por është tjetër lloj kënaqësie kur ju jeni të gjithë së bashku, kur i shihoni bekimet së bashku, kur ndani me njëri tjetrin, kur ndihmoni njëri tjetrin, dhe ndoshta për ju mund të vinë ndërmend mënyra e të jetuarit në kolektiv dhe në një vend në natyrë. Është vërtet gjë shumë e bukur. Unë për shembull e adhuroj këtë si ide. Do doja vërtet shumë të jetoja diku në natyrë, në kushte sa më minimaliste, dhe thjesht e rrethuar nga natyra, edhe me njerëz të mirë, sigurisht që e dim që duan më të mirë për ne dhe ne po njësoj, dhe mund të mblidheni së bashku, për shembull, pra një zjarri në mbrëmje, apo qoftë të bëni punët së bashku. Ndoshta dikush është i mirë në art, dikush tjetër është i mirë në shërim, dikush tjetër është i mirë në diçka tjetër, dhe së bashku asnjëherë nuk keni nevojë për diçka, sepse gjithkush është i pajisur me atë që nevojitet për të gjithë, për grupin, zërë se jeni një person i gjithë grupi. Kjo është një ide shumë e bukur që mund të keni, dhe kjo është ajo që po ndjej për ju tani, pra ndjenja e komunitetit, ndjenja e të qenurit bashkë, qoftë edhe me familjen. Juve ju pëlqen më shumë të jeni me familjen, të kaloni një ditë të bukur me familjen, qoftë edhe thjesht në natyrë apo në shtëpinë tuaj, sesa të shkoni diku dhe të jetë shtrenjtë apo nuk e di, të jetë luks. Më shumë i pëlqen ndoshta pa gjë, për me familjen tuaj, sepse kjo ju krijon atë ndjesinë e ngrohtësisë që ju i përkisni një lloj grupimi. Shumë mesazh i bukur për ju. Shpresoj që të ketë rezonuar për ju. Ju mund të shikoni blet nëse lidheni me këtë mesazh. Sigurisht edhe grupimi 1 mund të shikoj flutura nëse lidhet me mesazhin e fluturës. Tani më erdhi pjesa e pyetjes që ju keni. Mund ta bëni pyetjen në mendjen tuaj dhe le të shohim se cila është përgjigjja për këtë pyetje. Thjesht përdorni intuitën tuaj, sepse ndoshta mund të mos rezonojë për të gjithë, ndoshta mund të rezonojë pak, ndoshta mund të rezonojë shumë. Kështu që uroj ta keni bërë pyetjen tuaj dhe le të shohim përgjigjen. Është një mesazh shumë i bukur. Ju po shkoni në drejtimin e duhur. Nëse pyetja juaj kishte të bënte me reflektimin dhe pikërisht me energjinë e hënës së re që ne folëm, reflektimin në lidhje me jetën, të zbuloni qëllimin e ekzistencës suaj, apo për këtë rrugë të re që ju zgjodhet, a jeni në vendin dhe në kohën e duhur apo jo? Po, ju jeni, ju po shkoni në drejtimin e duhur. Dhe siç e shikoni, kjo është thjesht një shënjestrim me kristal, por mund të sjellni ndërmend ato për shembull tabelat që ju qëlloni në qendër. Dhe kjo është ajo që po shikoja, pra që ju keni qelluar në qendër, tek ai rrethi i kuq, me ato shigjetat. Ju ndoshta keni menduar që thjesht e qelluat kot shigjetën tuaj, por ju keni qelluar drejt në shenjë dhe pikërisht aty ku ju duhet jeni dhe pikërisht për gjën e duhur që ju duhet të bëni. Dhe ajo që po shoh tani është që thjesht ishte e destinuar që kjo të ndodhë. Pra, çfarëdo që drejtimi që ju të kishit, përsëri do të ishte një tabel tjetër dhe ju do të qëllonit në qendër. Dhe ndonjëherë shqetësimi është i kot në këtë moment, sepse kur është e destinuar që ju të bëni diçka,
Nuk ka rëndësi se çfarë ju bëni, ju do të shkoni në këtë destinacion. Nuk ka rëndësi se çfarë rrugë ndjek lumi. Do të shkoj në oqean në përfundim, do të shkoj në shtëpinë e vet. Nuk ka rëndësi se çfarë rrugtimi zgjedh, të gjatë, të shkurtër, ju mund të zgjidhni trajektor më të gjatë apo trajektor më të shkurtër, përsëri do të qëlloni në shenjë. Ju mund të zgjidhni rrugë me gropa apo rrugë të sheshtë, rrugë me diell, rrugë me shi, përsëri do të shkoni në shtëpinë tuaj, pra në vendin ku ju jeni destinuar të jeni. Dhe për gjithë shqetësimet që ju mund të keni, janë të kota, çlirojeni sepse jeni në kohën dhe në vendin e duhur. Kudo që ndodheni dhe çfarë do që ju po bëni. Shumë faleminderit. Kjo është përgjigjja për pyetjen tuaj. Shpresoj t'ju kenë ndihmuar. Jam shumë e lumtur që ishit pjesë e kësaj videoje dhe që jeni pjesë e këtij komuniteti. Shumë faleminderit për gjithë ju që bëni like, subscribe dhe që më kontaktoni. Jam vërtet shumë e lumtur të ndihmoj dhe do thotë vërtet shumë për mua. Shumë faleminderit që jemi në video tjetër. Mirupafshim.